7 vende për të shkuar në Berlin. Këtu janë disa nga vendet e preferuara të mia. Nisim me të parën Minoa. Ambientin e ka shumë të bukur. Stafi ishte shumë friendly, ishte perfekt si vend. Pastaj kalojmë në Mite. Tek të gjitha këto vende që po i tregoj kam shkuar brenda ditës. Ky është shumë i famshëm si vend. Orëm 2 Cardamom Band, që ishin shumë të mira. Kam shkuar edhe herë tjetër këtu dhe kam marrë tintë ngjë, I love them. Më vonë ikëm te Slice Society, që ka pica New York style. Vendi brenda ishte shumë i thjeshtë dhe prap shumë i bukur. Ne ulëm për të ngrënë picën anash dritares dhe pica 10 nga 10 ishte shumë e mirë. Më vonë nuk kisha si mos të merrja diçka të ëmbël. Ikëm te Coco Bubble Tea dhe mora një Pink Blossom. Mund të jetë një nga pijet më të mira që kam provuar ndonjëherë, mos them më e mira. Nuk mund të ikni në Berlin pa bërë një photobooth. Ka kaq shumë vende për ta bërë një. Dhe është gjithmonë një suvenir shumë i bukur për ta pasur. Nuk e di sa herë në ditë mund të shkoj te Goeja kur shkoj në Berlin. Ka shumë snacks të ndryshme. Dhe e fundit, që është një nga kafet e mia të preferuara në Berlin. Përveç se bëjnë maçën shumë të mirë, kanë dhe biskota shumë të shijshme. Nëse doni të shikoni më shumë vende, kam postuar video më të gjatë në YouTube. E kam linkun në bio. Bye bye.